i yndyrnave në gjak dhe mënyra të ushqyerit. Dhe këte del pastaj edhe mënyra të ushqyerit që faktor tjetër rreziku, që është obeziteti, që fillojnë e njerëzit shëndoshen që fëmijë dhe marrin një peshë më të madhe dhe çrregullohet shumë metabolizmi i organizmit duke rritur sasinë e yndyrnave. Një faktor tjetër rreziku përveç obezitetit është edhe jeta sedentare, jeta pa aktivitet fizik, e cila shkakton mos konsumim të yndyrnave që qarkullojnë në gjak. Dhe ato bëjnë predispozicionin për të kërmulluar ato në sistemin e vazave të gjakut, duke shkaktuar plakat aterosklerotike që ju tregova pak më përpara. Pra kjo është në raport me yndyrnat, me aktivitetin fizik dhe me obezitetin. Po faktor tjetër, më falni se po e shpejtoj këtë, por faktor tjetër i rëndësishëm është dhe duhani. Përdorimi i duhanit është një faktor që është vënë në evidencë nga studimet që ju thash, është vënë në evidencë se është shumë i dëmshëm. Po për të demonstruar këtë, unë kam një stem shumë të interesante, që është kjo këtu, që tregon zëmrën që është e çpuar nga cigaria. Kjo është shumë si e kuptueshme, sepse duhani nëpërmjet nikotinës që krijon spazm dhe bioksidit karbonit që krijon një çvendosje të oksigjenit nga gjaku, krijon predispozicion për rritjen e atakeve, e krizave të sulmit në zemër. Dhe lufta kundër duhanit është luftuar, se besoj mund ta keni arritur të paktën me memorie, se ju jeni moshëre, por përpara duhani ishte i kufizuar, po ama mund të pijesh edhe në avion, gjysma e avionit, ose në autobus, ose në tren, kishte vende që pijesh duhan, ose që s'pije duhan. Tashti janë të ndërprera të gjitha këto. Po ashtu me ligj, po ashtu në për restorante, në për kinema, në për ambiente të mbyllura, atëre nuk ka takserat njeriu që s'pi duhan, të marri duhanin që pi tjetri, sepse nuk është vetëm që të pish duhan vetë, po duhani merret edhe nga ambienti, se është 30% ajo marrja nga pirja e duhanit pasive, si thosh, jo nga vetë pirja direkte e duhanit. Dhe kjo për fat të mirë për një kohë filloi të zbatohej edhe keni edhe me ligj, dhe ka shumë ambiente të klubeve apo edhe të restoranteve që edhe tek ne nuk pije duhan, apo në kinema, megjithse tashti ka ambiente që janë jashtë kafes, se ne që i përdorim shumë, që pije duhan, po ka filluar edhe të mos respektohet si duhet. Dhe që duhet të bërë patjetër një promovim, një kujtesë, sepse duhani është jashtëzakonisht i dëmshëm për shfaqjen e sëmundjeve të zemrës. Dhe është provuar që dëmi i duhanit është në raport të drejtë edhe me kohën e zgjatjes së pirjes së duhanit, edhe me sasinë e duhanit që pinë, e cigareve që pinë në ditë. Dhe është po ashtu e sigurt dhe e vërtetuar që lënia e duhanit mas 1-2 vjetësh kthen e përmirëson situatën e organizmit, e bën më të mbrojtur. Prandaj, sa më shpejt të lihet duhani, aq më mirë është. Mua më vjen keq se kanë filluar të pinë edhe vajzat shumë duhan. E kanë si për qef, si për moda, nuk e di, dhe më mërzit se faktikisht unë kam pirë vetë duhan kohë përpara, po e kam ndërprer prej 50 vjetësh nuk përdor në asnjë ambient ku unë punoj apo jetoj që të pije duhan. Është faktor jashtëzakonisht i dëmshëm. Faktor tjetër i dëmshëm në shfaqjen ja u përmend këto sepse ju thash ateroskleroza nuk ka vetëm një faktor, janë disa që duhen luftuar.
Faktor është prania e hipertensionit arterial. Njerëz që kanë hipertension arterial janë më të predispozuar për të shfaqur aterosklerozën, sepse për shkak të tensionit të gjakut dëmtohet ajo intima që i themi ne, cipa e brendshme e enës gjakut, dhe ajo e bën më të depërtueshme kur dëmtohet nga presioni i rritur i gjakut, kur e bën më të depërtueshme kolesterolin, atë kolesterolin e keq, duke shfaqur pllakën aterosklerotike. Përveç hipertensionit, i dëmshëm shumë është diabeti. Diabeti i cili ka filluar të rritet në mënyrë shumë të dukshme. Në fillimet e punës time në reanimacion, ka pasur për shembull 10 të smurë me infarkt, nga ato ishin 2 me diabet, 8 pa diabet, kurse sot mund të jetë gjysmë për gjysmë, në mos për shumë. Pra ka një rritje të shfaqjes diabetit dhe është përpjekur edhe ambienti mjekësor në gjithë botën, po dhe këtu ke ne, që të bëhet promovimi i luftës kundër diabetit, i cili bëhet jo vetëm me regjimin ushqimor, po bëhet edhe nëpërmjet lëvizjes, nëpërmjet aktivitetit fizik, nëpërmjet depistimeve, zbulimit të njerëzve të predispozuar për diabet. Pra, edhe diabeti është një faktor i rëndësishëm rreziku për sëmundjen koronare, aterosklerotike. Faktor tjetër është stresi. Njerëzit që kanë stres janë më të predispozuar për zhvillu atakun e zemrës apo sulmin në zemër. Në momentet e acarimeve, e nevojllëqeve, e stresit të përgjithshëm, atëre bëhet rritja e katekolaminave, i themi në gjuhën mjekësore, dhe mundet të bëhet ajo, si thosh, shkrepja në një organizëm të predispozuar për aterosklerozë, të bëhet shkrepja e pushkës, që të shfaqet kriza e zemrës. Mbas një zënje, ose ushqyerje të tepërt, mund të shfaqet, mund të bëhet shkak për shfaqjen e krizës apo sulmit në zemër. Është stresi, është një faktor shumë i rëndësishëm për të shmangur. Atëre kur ka mundësi për të shmangur, pa pasione të mëdha, pa zënje si që ndodh rëndom në jetën e përditshme, dhe këto, po të kien parasysh këto, atëre do të ne, duke luftuar këto, luftojmë edhe faktorët që çojnë në aterosklerozë. Po ashtu jeta sedentare, jeta pa aktivitet fizik është e predispozuar sepse rrit peshën, nuk metabolizon yndyrnat në gjak dhe duke mos u marrë me aktivitet sportiv që rekomandohet të merret, po aktivitet sportiv nuk është vetëm të shkosh në palestër, po është edhe nëpërmjet gjërave më të thjeshta, hecjes për shembull. Siç mund thuhet që përdorim hecja 10.000 hapa në ditë është, ose tresë rekore 1 orë në ditë, hecje të thjesht ose dhe me një vrap të lehtë, mund të jetë i dobishëm për shëndetin. Një pyetje që bëhet random është, po alkooli ndikon negativisht, alkooli i tepërt ndikon patjetër negativisht. Është thënë që mundet të përdoren sasi të vogla alkooli, por shumë të vogla. Për shembull, mund të jetë e pranueshme një gotë birë, ose një gotë verë, ose një gjysmë teke raki, domthonë alkooli fort, por jo më shumë. Dhe te gratë akoma më pak, sepse janë më të prekshme nga këto ndikime të përdorimit të alkoolit. Këto janë pak a shumë ato faktorët e rrezikut të sulmit në zemër,